Ndryshon organizimi i trafikut në Himar, Tavo shpreh se synohet lehtësimi i lëvizjes gjatë verës. Nga sot në Bashkinë e Himarës ka nisur zbatimi i ndryshimeve në qarkullimin rrugor me qëllim menaxhimin me efikasitet të fluksit të automjeteve gjatë sezonit turistik. Kryetari i Bashkisë së Himarës, Vangel Tavo, tha se prej ditës së sotme kanë hyrë në fuqi ndryshimet e miratuara me vendim të Këshillit Bashkiak Himar në senset e lëvizjes dhe në mënyrën e organizimit të trafikut në disa rrugë të brendshme të Himarës. Këto mase janë ndërmarrë në kuadër të përgatitjeve për sezonin turistik dhe synojnë përmirësimin e qarkullimit, veçanërisht gjatë muajve të verës kur Himara përballet me një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve dhe automjeteve, tha Tavo. Sipas tij, ndryshimet synojnë lehtësimin e qarkullimit gjatë sezonit turistik, rritjen e sigurisë rrugore, uljen e trafikut dhe përmirësimin e aksesit në zona urbane. Himara është një prej destinacioneve më të kërkuara turistike të Bregdetit shqiptar, duke tërhequr çdo vit mijëra turistë vendas dhe të huaj. Për këtë arsye, menaxhimi i trafikut, organizimi i hapësirave publike dhe garantimi i një lëvizje sa më të sigurt janë ndër prioritetet kryesore të bashkisë gjatë sezonit veror. Bashkia Himar vlerëson se zbatimi i skemës së re të qarkullimit do të ndikojë në një lëvizje më të rregullt të automjeteve dhe në krijimin e një përvoje më të mirë, si për banorët ashtu edhe për turistët që e zgjedhin këtë zonë bregdetare për pushime.